Kuvendi zgjodhi 8 ministrat e rinj brëm vonë, si pjesë e riorganizimit të qeverisë të propozuar nga kryeministri Christian Mickoski. Secili prej ministrave të rinj u zgjodh me 69 vota pro, pa asnjë abstenim ose kundër. Ndërkaq, ministrat nuk kanë humbur kohë as pak. Në Ministrinë Përkatëse filloi më njëherë pranim dorëzimi i detyrës. Në Ministrinë e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, pranim dorëzimi u bë ndërmjet ministrit të deritanishëm Fatmi Limani, i cili më nuk do të jetë ministër, dhe ministrit të sapoemëruar Gjoko Velkovski. Ministër nuk do të jetë më as Igor Filkov. Në vend të tij në Ministrinë e Drejtësisë është ulur Jeton Shasivari nga Vlen. Më i angazhuari në këtë proces ishte ministri për marrëdhënie ndërmjet të bashkësive Ivan Selković nga Partia Demokratike e Serbëve në Maqedoni, i cili njëkohësisht dorëzoi dhe pranoi detyrën ministrore. Fillimisht, Agon Feratit nga Partia Vlen ia dorëzoi detyrën e më vonë pranoi detyrën e ministrit për veçqeverisje lokale, e cila deri më tani udhëhiqeshte nga Zlatko Perinski. Ndërkohë, me Ministrinë e Bujqësisë do të udhëheqë Borçe Serafimovski nga Lëvizja Znam, e cila deri më tani është drejtuar nga Cvetan Tripunovski. Një hap më lart ka shkuar Seda Sulejmani nga Vlen, i cili nga Zavenci sot edhe zyrtarisht pranoi detyrën e ministrit të kulturës nga Zoran Ljutkovi, kurse Erxhan Demir nga VMRO-DPMN u zgjodh ministër pa portofol. Të gjithë ministrat e sapoemëruar një zëri premtojnë se do të punojnë me përkushtim, transparencë dhe përgjegjësi, duke u fokusuar në zbatimin e programit qeveritar dhe përmbushjen e prioriteteve në resorët që do të udhëheqin, ndërsa ministrat paraprak kanë falendëruar për punën 2 vjeçare në dikasteret përkatëse.